Mirë se vini përsëri. Në këtë video ne do të flasim për aktivitete dhe strategji për të ndihmuar në menaxhimin e vështirësisë së marrjes së vendimeve. Veçanërisht kur përfshihet ankthi ose depresioni. Nëse e gjeni veten duke u mbërthyer në një cikël pa vendosmërie, këto teknika mund t'ju ndihmojnë të krijoni besim dhe të esni përpara me qartësi më të madhe. Sfidoni mendimet negative me prova. Për të shliruar nga paragjykimi i konfirmimit, përpiquni të sfidoni mendimet tuaja negative me prova të balancuara. Për shembull, nëse hezitoni të merrni një vendim, renditni aspektet pozitive dhe negative të zgjedhjes. Nëse po mendoni të aplikoni për një punë, shkruani arsyet pse mund të jetë një mundësi e mirë, së bashku me rreziqet e mundshme. Duke parë të dyja anët, mund të parandaloni veten nga ngecja në të menduarit negativ dhe të filloni ta shikoni vendimin në mënyrë më objektive. Kufizoni sasinë e informacionit që kërkoni. Paragjykimi i konfirmimit mund të ushqehet duke kërkuar vazhdimisht informacione që konfirmojnë frikën ose besimet tuaja negative. Për ta menaxhuar këtë, përpiquni të kufizoni sasinë e informacionit që mbledhni përpara se të merrni një vendim. Vendosni një kufi kohor për kërkimin tuaj, ndoshta 20 minuta. Dhe më pas vazhdoni të bëni zgjedhjen. Kjo mund të parandalojë ciklin e pafundit të menduarit dhe të zvoglojë presionin e përpjekjes për të gjetur zgjedhjen perfekte. Ndani vendimet në hapa më të vegjël. Kur përballeni me një vendim të madh, mund të ndihmojnë për ta zbërthyer atë në hapa më të vegjël dhe më të menaxhueshëm. Në vend që të mendoni për të gjithë rezultatin, përqendrohuni në një hap të vogël në një kohë. Për shembull, nëse jeni duke vendosur nëse do të ndryshoni karrierën, hapi i parë mund të jetë kërkimi i fushës për të cilën jeni të interesuar. Pasi të keni më shumë informacion, hapi tjetër mund të jetë krijimi i rrjeteve me njerëzit në atë industri. Duke ndarë vendimin në pjesë, ju reduktoni stresin për të bërë një zgjedhje të madhe dhe përfundimtare. Praktikoni vetëdhëmshurinë. Ndonjëherë, ne i bëjmë presion vetes për të marrë vendim perfekt, i cili mund të jetë paralizues. Praktikoni vetëdhëmshurinë për veten duke i kujtuar vetes se asnjë vendim nuk është i përsosur. Për shembull, nëse jeni duke vendosur nëse do të transferoheni në një qytet të ri, thuajeni vetes, po bëj më të mirën që mundem me informacionet që kam. Çfarë do që të zgjedh, do të mësoj dhe do të rritem nga përvoja. Ky mendim mund të ndihmojë në largimin e presionit dhe ta bëjë procesin të ndihet më pak i frikshëm. Caktoni një afat për vendimmarrje. Për të shmangur pavendosmërinë e pafundme, vendosni një afat specifik për marrjen e vendimit tuaj. Për shembull, thuajini vetes se do të vendosni nëse do të pranoni një ofertë pune brenda 48 orëve. Duke i dhënë vetes një afat konkret, ju ndihmon të shmangni mendimet e tepërta dhe ju detyron t'i besoni gjykimit tuaj. Gjithmonë mund ta rivlerësoni më vonë nëse gjërat nuk funksionojnë. Por vendosja një kufiri kohor ju pengon të ngesni në një lag pa sigurie. Kërkoni mbështetje të jashtme. Kur merrni një vendim të vështirë, biseda me dikë tjetër mund të japë qartësi. Kontaktoni një mik të besuar ose një antar të familjes dhe shpjegoni procesin tuaj të mendimit. Ata mund të ofrojnë një perspektivë të re që ju ndihmon ta shihni situatën në një këndvështrim tjetër. Për shembull, nëse po debatoni për një ndryshim të madh, pyetja e dikujt që besoni për përvojat e tyre mund t'ju japë njohuri dhe të ndihmojë në lehtësimin e ankthit rreth vendimit. Përqendrohuni në vlerat tuaja, jo vetëm në rezultatet. Ndonjëherë ne përqendrohemi aq shumë në rezultatin e një vendimi, saqë harrojmë vlerat tona dhe ato që ka vërtet rëndësi për ne. Për shembull, nëse jeni duke vendosur nëse do të pranoni një ofertë pune, mendoni për ato që është më e rëndësishme për ju, si ekuilibri punë-jetë, kënaqësia në punë ose rritja personale. Marrja e vendimeve bazuar në vlerat tuaja thelbësore mund t'ju ndihmojë t'ju drejtoni më shumë besim, në vend që të nxiteni vetëm nga frika ose shqetësimi për pasojat e mundshme. Duke i përfshirë këto aktivitete në procesin tuaj të vendimmarrjes, ju mund të zvogloni pasigurinë dhe ankthin që vjen me marrjen e zgjedhjeve. Bëhet fjalë për marrjen e hapave të vegjël, të menaxhueshëm, sfidimin e modeleve negative të mendimit dhe praktikimin e dëmshurisë për veten. Faleminderit që ndoqët këtë video dhe vazhdoni të qëndroni në faqen shëndetimendor.org.